Dje në ora 13:20 në fshatin Qegran të Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor i Qegranit kanë privuar nga liria një 38 vjeçar nga Kërçova. Gjatë kontrollit në trafik është konstatuar se ai drejtonte mjetin motorik të pasagerëve Opel me targa të Kërçovës, pa leje drejtimi. Një rast i njëjtë është shënuar edhe në rrugën lokale Tetov, Bërmenic, në hyrje të fshatit Sedllarse poshtme të Tetovës, ku zyrtar policor kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga fshati Qellopek. Gjatë kontrollit në trafik është konstatuar se ai drejtonte mjetin motorik të pasagerëve BMW me targa të Tetovës, pa leje drejtimi. Automjetet janë konfiskuar dhe pas dokumentimit të rasteve do të vijojë kallëzimi përkatës. Dje në orën 14:50 në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë në trafikun rrugor Gostivar kanë privuar nga liria një 40 vjeçar nga fshati Selce Tetovës. Gjatë kontrollit në trafik është konstatuar se ai drejtonte mjetin motorik të pasagerëve Mercedes me targa të Tetovës me shpejtësi prej 165 km/h në vendin ku shpejtësia e lejuar është e kufizuar në 80 km/h. Dje në ora 11 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është denoncuar se në qendrën urgjente të Tetovës është sjellë një foshnjë pa shenja jete. Menjëherë është vepruar dhe është konstatuar se bëhet fjalë për një foshnjë 5 javëshe. Kthyrja në vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetovë dhe mjeku i mjekësisë ligjore, me çrast nuk janë gjetur gjurmë dhune. Me urdhër të prokurorit publik, trupi është dorëzuar në obduksion dhe po punohet për zbardhjen e plotë të rastit. Dje në ora 21:50 në një fshat të Gostivarit, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 52 vjeçar nga ai fshat, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij 40 vjeçare, se ai e kishte sulmuar fizikisht në shtëpinë e tyre familjare. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtutjeshme dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë parashtresë përkatëse.